Policia ka nisur procedimin penal për 60 vjeçarin që e përplasi me kamion një shtetas, i cili po lëvizte me biciklet. Në vim të informacionit paraprak të dhëndje për aksidentin në aksin rrugor Shkodër-Lezhë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë referuar materialet në prokurori, ku është nisur procedimi penal për shtetasin Maqedonas IM 60 vjeç, pasi duke drejtuar automjetin e tij kamion, ka përplasur shtetasin AM 46 vjeç, i cili po lëvizte me biciklet. Si pasojë, shtetasi AM është dëmtuar dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin SB 49 vjeç, banues në fshatin Bruçaj, dhe EB 35 vjeç, banues në Shkodër, pasi u kapën duke drejtuar automjetet e tyre në gjendje të dehur. Ndërkohë janë referuar materialet në prokurori për njoftimin mbi faktin pasi dje në sheshin Prekcali, shtetasi GM 49 vjeç, banues në Shkodër, duke drejtuar automjetin elektrik të tij, si pasojë një manovre të gabuar, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin GB 58 vjeç, i cili si pasojë mori disa dëmtime të lehta. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.